Ka 13 vjet që trajneri Afri Mehmeti themeloi klubin e futbollit të femrave intelektualët në Gjilan. Gjatë këtyre viteve, pothuajse çdo vit ka sjellë sfida të reja për klubin, për shkak të financave të pakta. Përkundër sportistëve të talentuara që trajneri krijonte dhe promovonte përpara sportdashësve, përvojat janë bërë gjithnjë më të vështira, pasi ato sportiste shpesh largoheshin nga klubi për të bashkuar me klube të tjera, për shkak të pagave dhe kushteve më të mira. Megjithatë, trajneri Mehmeti thotë se nuk ka ndërmend të ndalet dhe se do të vazhdojë të mbajë gjallë klubin që themeloi me shumë dashuri, duke përballuar vështirësitë. Fillimi ka qenë pak sa i vështirë, mirë po kemi pas kuadër të njerëz që kanë ndesh me ndihmue shembull themelimin e klubit në fillim, ku edhe janë të rjek më pas për shkak të kushteve ose financave, cilat akoma nuk ekzistojnë në klubin tonë. E kemi themeluar të shku në për shkollat ndryshme, në për katunet ndryshme të qytetit Gjilan në rrethin. Gjithsesi, edhe e kemi themeluar klubin e vajzave ka qenë përpara drita, pikë gjë, e mas 2 viteve për shkak një thyrjes që është formu një klub 6 muaj dhe prap është shkatruar ai klub. E kemi filluar me emrin e ri KF Intelektualet. Ky klub ekziston rreth 13 vite. Fatmirësisht kemi pas kuadër shumë shnosh të vajzave, ku dhe kanë arritur suksese shumë të mëdha gjatë gjithë kohës për plot 10 vite. Mirëpo tash të e ditë që tregu është rritën, vajzat nuk qëndrojnë në klub, se gjojnë kushte shumë më të mira. Po deri para se me fillue kjo krizë në klub, ne kemi pas klubin më të mirë në Kosovë. Trajneri Mehmeti thotë se është duke bërë gjithçka që ky klub të mos shuhet, duke shtuar se vazhdimisht po kërkon ndihmën e bizneseve gjilanase për të mbështetur sportistet dhe për të parandaluar largimin e tyre në klube të huaja. 3 vitet e fundit fatkeqësisht jam shumë i zgënjym, po flas në atë aspektin që është dashur të him në mbrell të klubit të meshkujve, ku ka qenë edhe pjesë e orareve të federatës, mirë po u formu një stenishi, i djemve dhe dështumna, sa i përket shembull kushteve, ose ata që e thati shembull sa i knaqsh se i zgënjym. I knaqsh kam qenë deri në vitin 2018-19. Ku kem kohë shumë suksese. Mirë po thash edhe më herët, edhe prapë po e them. Tash të e pa që qyteti Gjilan ka biznese shumë të ndryshme dhe të mëdha, dhe për mi largu vajzat nga një e keq edhe mu marrë me sport, ku kanë arrit pe klubit tonë edhe në arenë ndërkombëtare me shku është mirë mi mbështet. Pse po e them këta? Tu e ditën që kemi trenere me sistem të UEFA-s, ndaj refere, edhe trenere kemi 6 trenere me licenca B, me C kemi po ashtu, kemi edhe refere ndërkombëtare, është Kallaba. Kemi arrit shumë suksese tepër të mëdha. Pse po e them? Po them këto që është mirë prap, po kthena aty që bizneset e Gjilanit është mirë më kthy pak, me drejtu gishtin ka këto vajza, se kanë kapacitet për me mri shumë. Po t'i kishim pas në kushtet në vitin 2017-2018, kishim arrit majet edhe kishim shku edhe në Kampion Ligë, në UEFA Ligë, këto i kishim prekën patjetër. Ai shton se ka shpresë se nga shtatori do të ketë përmirësime në financat e klubit dhe se vajzat që dikur ai vet i trajnoi do të kthehen në klubin ku morën hapat e parë të karrierës. Unë kom thonë edhe më herët, kur jemi taku me biznese, merrni ju, doni 5 biznese ka 10 vajza ose ka 5 vajza, ju jepja një rrogën vetë vajzave, se tash është ligji për sponsorizim. Për mos me shu etjen e vajzave, edhe për mos me largu pe Gjilanit, edhe mu marr vajza sa më tepër, tu e di që kanë shumë kvalitet të lartë, cilësi shumë të lartë këtu në qytetin e Gjilanit, sidomos klubin e vajzave intelektualet. Është mirë që ata të ofrojnë, thashë edhe më herët, të ofrojnë gishtin nga vajzat, edhe t'i stimulojnë këto spaku që ta mbajmë klubin gjallë. Po thashë edhe më herët, po që se hynë pej shtatorit këtij viti 2025-2026, atëherë në nëmbrellën e dritës, atëherë vajzat kanë me pas knasinë edhe jam shumë i bindur, edhe mas e i bindur që kanë më kthyer prej gjitha klubeve, jo vetëm vajzat e tona, por edhe ato ku kam qenë edhe me Vali, që mund thësh edhe kam pas kampion klubin Ai Valis. Kemi sportiste, kemi shumë, po thash, nuk vinë
për shkak të kushteve, s'po mund më ofru kushtet mjaftueshme, të cilat e kanë kërkesën këto për një pagë minimale. Edhe i kemi dikon 24-25 të po flas seniore. Juniore kemi shumë më tepër, mirë po fatkeqësisht atje është kushtet e stërvitjeve janë pak të rëndume për shkak se kemi vetëm një terren ku ushtrojnë drita seniorët, edhe Gjilani seniorët ku bojnë pjesën në Super League. Edhe neve na ofrojnë kushtet, mirë po jo edhe komode, mjaftueshme në shembull për me punue për stërvitje. Sabrie Sadiku, një nga referët që po i qëndron besnik e klubit intelektualët, tregon se ka nisur të merret me futboll që kur ishte 8 vjeçe dhe është ende angazhuar me ekipin. Me sportin e futbollit merrem diku prej 8 vite e gjys. Jam pjesë e klubit KFF Intelektualët. Trenerat e me që punojnë me mua janë Afrim Mehmeti dhe Rabet Matoshi. Unë jam edhe në fakultetin e edukatës fizike, përndryshe jam edhe refere tash në vitin e fundit. Kushtet janë të mira, ja dalmi kështu mirë, ama jo edhe sot do të më konën, adhe nuk janë kushtet që do të mi pasën një klub në Kosovë për me arritën synimet që na i kemë. Do me thonën, nuk janë bash kushtet tamam kështu të mira, me thonën, sa i përket kena lojtarët që kanë aftësi shumë të mira, ama kushtet përbojnë atë të vetën që nuk po mujnë me arritën në Kosovë në klub. Se pagesa nuk ka, janë do kushte tjera që do të mi pas, po nuk i kemë. Sadiku thot se nuk ka ndërmend të largohet, e madje synon të marrë edhe licencën e trajnerës. Përkundër kushteve jo të mira, do me thonë unë me futboll jo mirë në gjithë edhe nuk e kam qëllimin me lonën, çka më bon, thjesht vetë që adin më pëlqen shumë si sport edhe nuk muj mu tërheqën pitina, pavarësisht kushteve që nuk janë shumë të mira. Unë e vazhdoj apet prapë më kom pjesë e klubit, pjesë e futbollit në përgjithësi. Synimet e mia për të ardhmen janë të bëjmë një refere me stem më të lartë, pasi tani jam refere vetëm në ligën e fëmijëve. Por edhe synim tjetër është të marr licencat e trenerit, të vazhdoj të merrem përkatësisht me sportin e futbollit. Shumica janë, do me thonë pasi ta përfundoj fakultetin, mendoj me njerë me fillu me punën mu mirë me licencat e trenerit, edhe me vazhdu me ndonjë klub si trenere, ose si ndihmës trenere. E-sportistët e vegjël të Gjilanit thonë se shembull kanë bashkëvendasën e tyre të suksesshme Riola Gjemajli, sukseset e së cilës shpresojnë t'i arrijnë edhe vetë. Unë quhem Noa Beluli dhe kam pas futbollin për fëmiris pasion. Edhe mu më pëlqen futbolli, se është klubi më i mirë që më pëlqen. Kom lut ma shumë kom lut me familjar, edhe me shoqërinë. Jam klubin KFF Shkëndija edhe jam klasën e 5. Du më bo futbollist e njohur si Riola Gjemajli, që lunë Zvicër. Në kohën e lulëzimit si klub futbolli, kishte nxjerrë emra të njohur futbollistësh të cilat i humbin në mungesë të kushteve. Tani shpresa e trajnerit Mehmeti mbetet rikthimi i tyre.